Mirëmbrëma të nderuar shikues. Kur studentët ngrihen në këmbë, politikanët vetëm ulur nuk mund të qëndrojnë. Fal iniciativës studentore të udhëhequr nga studenti Mevlan Ademi, në bashkëpunim me 3 universitetet tjera shqiptare, është formuluar një peticion për të kërkuar dhënien e provimit të jurisprudencës apo të gjyqësisë edhe në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe, një drejtë e garantuar edhe me kushtetut. Mirëpo kjo kërkesë mori një jehon brenda vendit dhe jashtë për shkak të polemikave që ndodhën ndërmjet ministrit të drejtësisë dhe kryeministrit, ku ministri deklaroi që kjo gjë nuk do të bëhet, ndërkaq kryeministri tha se është një gjë e drejtë e garantuar me kushtetut që studentët shqiptar t'i nënshtrohen provimit në gjuhën shqipe. Çfarë ndodhi në realitet me këtë ngjarje sa i përket provimit të jurisprudencës, për ta konkretizuar qartë dhe në mënyrë profesionale nëse ligji për përdorimin e gjuhëve apo saktësisht gjuha shqipe është zyrtare ose jo, ku ka ngelur ligji i përfacimit të drejtë dhe adekuat, e çështje tjera që kanë të bëjnë me drejtësinë brenda vendit tonë, ne sonte do të diskutojmë me profesorin universitar, zotin Mersim Maksuti. Mirëmbrëma, zoti Maksuti, mirë se erdhët. Mirë u gjetëm. Po, e dëgjuat në hyrje, sonte do të flasim pra konkretisht mbi një iniciativë fundit që është ngritur nga studentët, mirë po për ta qartësuar edhe për publikun, për ta sjellë në kujtesë, ne do të nxjerrim tani një material që ka të bëjë me një iniciativë studentore për cilën ju jeni njoftuar dhe keni reaguar, por fillimisht ta ndjekim materialin e studentit Mevlan Ademi, i cili ka qenë prezent në televizionin Shenja, sa i përket iniciativës në fjalë, pasaj për diskutuar detajisht mbi këtë iniciativë. Po, arsye kryesore është kërkesa jonë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, të na mundësohet të mbahet në gjuhën shqipe, pasi që për të njëjtën nuk ka ndonjë dalesë ligjore që parashet të mbahet vetëm në gjuhën maqedone. Provimi i jurisprudencës paraqet një prej provimeve, apo është provimi kryesor i një juristi. Ajo, domethënë, pas studimeve paraqet pikë më kulminante të profesionalizmit për mendimin tim. Dhe është elementi kryesor apo kyç me të cilën juristi mund të vazhdojë karrierën e tij profesionale. Domethënë, për të hyrë në akademinë për gjyqtarë dhe prokuror, për të punuar si notar, për të punuar si avokat, detyrimisht të kaloj provimin e jurisprudencës. Edhe në rast se kjo është siç ka qenë vetëm në gjuhën maqedone, unë shoh që studentët shqiptar të drejtësisë kanë një disadvantash shumë të madh. Profesor, ju e dëgjuat mbase studentin e fjalë apo bartësin e kësaj iniciative që dha dhe shpjegoi arsyet konkrete pse dhe nga buron kjo kërkesë shumë normale. Mirë po këtë drejtim, ju me që vini edhe nga fusha akademike, bota universitare, si e pat këtë reagim dhe këtë revolt të studentëve, sepse gjatë kohë ishte bërë që studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut nuk kishin kërkuar diçka kështu zëshme në këtë mënyrë të unifikuar. Unë të tregoj drejt, u gëzova kur pash një iniciativë dhe një zë protestues të studentëve, sepse për fat të keq Avedin ne nuk jemi mësuar që studentët ta ngrijnë zërin e tyre fuqishëm për drejtat e veta dhe kjo gjithmonë ka prekur edhe si profesor si botës akademike, por edhe në përgjithësi ne shqiptarët që kemi ecë në një rrugë procesit të sfidave drejtave tona, disi elementi studentit për të sfidu drejtat e veta, por edhe më gjërë, të kontribuën shoqëri për drejta kombëtare, kolektive, disi ka qenë i zhvehur dhe më gëzoj ky fakt që studentët morën guximin dhe morën iniciativë me plot të drejtë për të sfiduar një drejtë të cilin nuk takon dhe e përshëndes pa më dyshje. Dhe kjo ishte domethënë edhe e përshëndes pra edhe një fuqishëm. Dhe duhet të them se kjo e dha efektin kryesor më të madh që kryeministri gjeu deklaruar se pse jo studentët domethënë mund të realizohet një prodhoi një rezultat efektiv pozitiv edhe në praktikë. Ne të gjithë reaguam, e din secili në mënyrën e vet, ato të cilat reaguan publikisht, edhe unë jam një nga ata që thash fjalët zërin tim pro kësaj iniciative. Por duhet ta them se efektin më të madh e arritën vetë studentët me kërkesën e tyre, me protestën, me peticionin që bën dhe ja që
rezultoj për duket pozitivisht për mirë në drejtën e tyre. Me që edhe jeni profesionist në fushën e juridikut, për ta qartësuar për publikun më detajisht, provimi i jurisprudencës, mbase për të gjithë nuk është një gjë që është e njohur. Për të na njoftuar më tepër detajisht sa është i rëndësishëm provimi i jurisprudencës për një jurist të ri që vazhdon rrugtimin e tij drejt kësaj fushë dhe pse kjo gjë do duhet të ishte diskutabile, ta gëzoj të drejtën, ta ushtroj këtë provim edhe në gjuhën anëtare. Shifni tash provim dhe një provimit të jurisprudencës është çështje profesionale, në ç'kuptim. Studentët, kur kryejnë studimet e veta universitare, do me thonë studimet e drejtësisë 4 vjet, që njefin programi i vjetër 240 kredit, apo 300 kredit tash me sistemin e Bolonjës, ligji ka ligji për dhënien parapa që të jepet një provim profesional, që quhet dhënia e provimit të jurisprudencës. Çka nuk kupton kjo? Dhënia e provimit të jurisprudencës nënkupton që studentët edhe njerë të testohen, të vlerësohen, të pyeten për këtë dituri që kanë arrit brenda studimeve të tyre 4 vjeçare ose me sistemin e Bolonjës 5 vjeçare. Do me thonë, ky provim edhe njerë ata i rikualifikon për aftësitë e tyre të juristit. Edhe në mënyrë ai aftëson provimi jurisprudencës që nesër më lehtë, në mënyrë më shkathët, më profesionist ta ushtruen profesionin e juristit në praktik. Dhe kryesisht, provimi i jurisprudencës, që mund të jepet, do me thonë, është ligji i jurisprudencës e parashef, sa i duhet të jepet në disa fusha më specifike që janë më të rëndësishme. Është e domosdoshme, do me thonë, dhënia ligji për dhënien e provimit të jurisprudencës i kërkon që studentët cilët kanë kryer fakultetin juridik, pa këtë provim nuk mund të ato nesër të punësohen në gjykata, në gjyqësi, në prokurori, në avokatin e popullit, në avokatin e shtetit, për noter, për avokat, për përmbarues, shifni, edhe në disa organe të rëndësishme të administratës ku kërkohet një vërtet vendime profesionale të që kërkohet një uri pak më tella për juristin. Kryesisht ta janë fushat pa cilin është kusht ligjor pa e dhënë këtë provim, si provim profesional, nuk mund të ato nesër të punësohen. Për shembull, do të marrim jurist. Jurist për të punësuar nesër si jurist, ti duhet të kesh fakultet, diplomën e fakultetit, duhet të kesh kriju praktikën, madje për të hyrë në provimin e jurisprudencës, patjetër ligji kërkon që ti të kesh kriju praktikën. Një vjeçare. Në gjykata, prokurori, në avokat, në noter, pa i kryer një periudhë një vjeçare të praktikës nuk mund të hysh në provimin e jurisprudencës. Do të po flasim për një provim kaq shumë të rëndësishëm, një filtr. Kjo desha vetëm pak sa ta përfundoj, domethënë vidim për donjë provimin e jurisprudencës duhet të kesh praktikë profesionale më hershme një vjeçare në prokurori, në gjykata, në noter, në avokat, ose nëse ke punuar si jurist në institucionet e administratës, kërkohet 2 vjet praktikë që të mund ta japësh provimin e jurisprudencës. Dhe ti tani, kjo është një nga kushtet që të përgatit nesër për gjykatës, për prokuror, krahas kushteve tjera që thot ligji do të kesh diplomën, do të kesh edhe të kesh shkruar gjykatësit, për shembull, do të kenë kryer akademi për gjyqtar dhe prokuror, njësoj kërkohet edhe për prokuror të njëjtat kushte, ose për të bërë nesër avokat, do të kesh dhënë licencën për avokat, provimin e jurisprudencës, do të jesh antar në odën e avokat, dhe shihni kërkon ligji patjetër që të jesh edhe antar në një odë ose në një shoqate akademie çfarë qofshin ata. Shihni domethënë një ndër kushtet që të jesh gjyqtar, prokuror, patjetër është edhe dhënia e provimit të jurisprudencës si provim profesional për të aftësuar nesër studentët më mirë të ushtruen, më mirë të përgatiten, të ushtruen punën e gjyqtarit, punën për profesionin e prokurorit, avokat, noter, përmbarues, çfarë do të thotë se të zgjedhin nesër ata. Prej momentit që u hap ky debat sa i përket provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, u krijua konfuzion publik dhe polemika të shumta mbi faktin se ku bazohet ky drejt. Pra kush e garanton që studentët shqiptar të japin provimin në gjuhën e tyre anëtare. Pra, garanton kushtetuta, ligji veçantë specifik në kuadër të ligjit për përdorimin e gjuhëve,
apo do thot ku është në bazë të vullnetit politik. Sepse po flasim për një të drejtë, mirë po nëse është një drejtë, atëherë a ka gjasa reale që ekzekutivi ta relativizojë një të drejtë me veprime të tjera administrative? Shihni tash, kjo çështje ka qenë ka pas diskutabile në një kuptim e marrësi e tillë. Realisht nuk ka qenë problematik fare. Është një e keqe se Ministria e Drejtësisë, e cila është kompetente me ligjin, sipas ligjit për dhënien e provimit të ta organizohet këtë procedurën e mbajtjes së provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë, më saktë, ministri ngarkohet ai i cili nuk e ka zbatuar drejt, nuk e ka rregulluar drejt këtë çështje. Pse? A e dini se provimi për mbajtjen e jurisprudencës është dashur dhe ka pas bazë juridike shumë më herët rregullohet. Mos flasim me ligjin e fundit 2019, i cili lejon një hapësirë të gjerë të zbatimit të gjuhës në gjitha institucionet, gjitha procedurat që organizohen në këtë vend. Po edhe më herët, edhe me ligjin e përdorimit të gjuhëve të vitit 2011, unë do të thonë, duke u nisur nga ajo se e drejta e qytetarëve të aplikohen, të zbatohen gjuhën e tyre, ka qenë edhe më herët e garantuar me ligjin vitit 2011. Faktikisht, të gjitha ministrat që kanë qenë më herët, këtu duhet të adresojnë në radhë parë fajin të ministrat shqiptar, nuk janë marrë me këtë problem të studentëve. Se pasysh asnjëri prej tyre? Asnjëri prej tyre, sepse ende nuk është rregulluar kjo çështje. Ata duhet të them, të gjitha ministrat merren kanë pas bazë juridike për ta rregulluar këtë çështje. Dhe e kanë lënë ashtu status quo pa rregulluar. Shihni, nëse Ministria e Drejtësisë, o dash, prikuror të marrim ligjin. Sepse me drejtësinë kanë udhëhequr edhe kolegë tuaj, profesor, mesin e tyre është edhe zoti Adnan Jashari, kriminologa që po ashtu janë juristë dhe këtë çështje e dinë dhe e kuptojnë shumë qartë edhe mirë. Pikërisht, shihni do thonë, ta marrim ligjin e përdorimit të gjuhëve të fundit, i cili lejon një hapësirë më të madhe, shumë më të madhe të përdorimit të gjuhës shqipe dhe zbatimit të saj. Ligji thotë, i ngarkon të gjitha institucionet tjera ose ligjet tjera të cilat preken që duhet zbatuhen gjuhën shqipe, gjuhën e qytetarëve të cilin e flasin 20%, duhet të ndryshohen ata dispozitat përkatëse, duhet harmonizohen me ligjin e përdorimit të gjuhë, që të cilat nuk është bërë. Madje jo vetëm parlamenti që dashur të ndryshojë gjitha ligjet tjera që prekin rregullimin e gjuhës shqipe, po edhe institucionet përkatëse, të cilat avancohet gjuha shqipe, institucionet e pushtetit qendror, këtu edhe Ministria e Drejtësisë, është ka pas obligim të nxjerrë akte nënligjore, jo pa dallim parlamenti ligjin, po dhe këta vetë të nxjerrin akte nënligjore, me cilat akte për të ushtruar ata kretë organizuar punën e tyre brenda aty ministrive, o dashje në për këtë çështje ta fusin, të harmonizohen edhe me ligjin e gjuhës shqipe, domethënë me ligjin e përdorimit. Pra, për ta qartësuar këtu të drejtën e gjuhës shqipe ta fusin edhe në rregulloret e ministrive të institucioneve të tjera, gjë të cilën nuk e kanë vënë ministrat ta, shihni kjo është përheqja kryesore. Jo, sepse tani për ta qartësuar për publikun. Tani kur u hap çështja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, eksponent politik të caktuar nga partitë politike shqiptare në pushtet thanë që kjo gjë nuk është e precizuar qartë në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Si i përgjigjet? Kjo çështje është rregulluar shumë qartë, shumë e kuptueshme në ligjin e përdorimit të gjuhëve, për arsye se ligji i përdorimit të gjuhëve atje ka disa dispozita, nëpërmjet të cilave ai thotë të gjitha institucionet, të në radhë parë institucionet e pushtetit qendror, të cilat ty edhe Ministria e Drejtësisë, dëgjoni, kanë obligim, ligjor që të mundësojnë të gjitha qytetarëve të realizojnë gjuhën e tyre në komunikim, në shfrytëzim, në përdorim dhe në zbatim në gjuhën e tyre. Shihni, ligji për përdorimin të gjithëve institucioneve u jep hapësirë që të gjitha procedurat ku vjen në shprehje të realizojnë të drejtat e qytetarëve, të realizojnë procedurat edhe në gjuhën e tyre, domethënë në gjuhën e qytetarëve të cilët e flasin 20%, këto është gjuha shqipe. Shihni, ligji i përdorimit të gjuhës krejtësisht e rregullon qartë çështjen e të drejtës së përdorimit të gjuhës në institucionet përkatëse, ku të gjitha këto institucione ku duhet të realizohet e drejta e qytetarëve të flasin ata në gjuhën e tyre, ligji domethënë u jep mbështetje
ligjore të plot se institucioni përkatës mund lirisht të zhvillojë procedurat që të realizojë të drejtat e tyre, ku ato do të mund të shfrytëzojnë të drejtën në gjuhën e tyre në komunikim, në përdorim dhe në zbatim të gjuhës amtare, të gjuhës shqipe. Megjithatë, zoti Maksuti, edhe ju jeni dëshmitar, se në vendin tonë... Pesha këtë të them, Ministria e Drejtësisë, nëse nuk ka arrit të harmonizojë me ligjet përkatëse, me ligjen e Ministrisë Drejtësisë ose institucionet tjera, ata e kanë pasur për detyrë drejt për drejt të zbatojnë të tjera në ligjin e përdorimin e gjuhëve që e obligon. Sepse ligji i përdorimit të gjuhë ligj bazik, është ligj specialist, që do thotë ai në bazë të tij ai duhet të gjithë institucionet tjera ai dominon, ai ligj duhet respektohet dhe atij duhet të referohet. Prandaj kjo ka qenë baza e rregullimit pa diskutim. Dhe jo dhe rastisht, kryeministri Gjet tha se kjo çështje është mbështetje në ligj dhe Dakor, do ta diskutojmë edhe në momentet në vijim. Megjithatë, është hapur një debat, zakonisht kur hapen çështje të tilla, si ky i fundit, pastaj hapet edhe debati dhe polemika tjetër që ka optimistë të cilët deklarojnë se gjuha shqipe është zyrtare, në anën tjetër ka oponentë që deklarojnë që gjuha shqipe nuk është zyrtare. Tani këta që janë në pushtet zakonisht akuzojnë partinë BDI-n konkretisht që ka qenë në pushtet gjatë vite kohë që pas ka gënjur që nuk e pas ka zyrtarizuar gjuhën shqipe, nga BDI thonë që gjuha shqipe është zyrtare. Sipas prizmit tuaj, saktësisht në këtë drejtim nga pozicioni që jeni aspektin profesional, është gjuha shqipe zyrtare apo nuk është? A vetë më falë, përpara se të shkuan të kjo pyetje, desha të them edhe diçka për provimin për Jo, ne do të vazhdojmë për provimin, po do të vazhdojmë me çështjet materiale tjera që i kemi të përgatitura, që do të lidhen me reagimin e Ministrisë së Drejtësisë. Por tani, një përgjigje nga ana juaj, sepse çështja ose kërkesa e studentëve për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, pastaj hapi edhe polemika tjera që gjuha shqipe nuk qenë nga zyrtare vendin tonë. Tani nga prizmi juaj, të qenurit jurist dhe ekspert juridiku, në këtë drejtim, a është gjuha shqipe zyrtare apo nuk është? Shënin, është bot shumë debat i madh, do të them, për çështjen se është gjuha shqipe gjuhë zyrtare ose jo. Për mua të tregoj drejt, ky ka qenë një debat i kohët, madje i panevojshëm, sepse këtë çështje e rregullon dhe e zgjidh kushtetuta e vendit dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Shihni vetë kushtetuta e vendit, për amandamenti 5 i saj, e përmend se si gjuhë zyrtare në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë është gjuha maqedone dhe alfabeti cirilik, por gjithashtu në paragrafin e 2 të saj thotë se gjuhë zyrtare është edhe gjuha e qytetarëve të cilët e flasin 20%. Që në vetë fakti se thuhet është gjuhë zyrtare dhe gjuha e qytetarëve të cilët e flasin 20% tregon se është gjuhë zyrtare. Një. Pastaj më poshtë thuhet në organet e në amandamentin e njëjtë, në organet e pushtetit shtetëror thotë gjuhë zyrtare, në organet e pushtetit shtetëror është gjuhë zyrtare edhe përveç gjuhës maqedone me alfabetin cirilik është edhe gjuha e qytetarëve thotë që flasin 20% por të rregulluar me ligj. Dhe ligji shihni tani, ligji jo vetëm në një nen të taj, por në shumë nene e përmend gjuhën e qytetarëve të cilët flasin 20% si gjuhë zyrtare. Shihni, domethënë në shumë, jo në një nen, jo nenin e parë, jo vetëm nenin e dytë, jo nenin e tretë, nenin e gjashtë që është shumë përcaktuar, por në shumicën e neneve e përmend se gjuha zyrtare është kur referohet gjuhët, thotë gjuha maqedone si gjuhë zyrtare, po ashtu e njeh edhe gjuhën e 20% si gjuhë zyrtare. Madje jo vetëm ligji që e njeh si gjuhë zyrtare, po ligji ka shkuar edhe më tej. E avancon, madje ligji paraqet detyrim, domethënë që organet, institucionet të pushtetit qendror, më të rëndësishme që janë parlament, qeveri, që kur themi qeveri, ministrit, institucionet tjera, avokati i popullit, avokati i shtetit, organizata ndërmarrje publike, persona juridik që ushtrojnë autorizime publike, në thënë gjitha kompanijit, firmat, institucionet të tjera të ndryshme, të gjitha janë të detyruara të zbatojnë edhe gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, gjuhën e qytetarëve për atë cilin flasin 20%. Madje çka desha të them këtu është një çështje shumë e rëndësishme, madje ligji detyron shihni institucionet publike, institucionet të pushtetit qendror, këto që i përmenda. Neni i parë, paragrafi 3, përshkruan në mënyrë taksative të gjitha këto institucione, madje ligji i detyron thotë sipas detyrës zyrtare. Këta institucione pra sipas detyrës zyrtare janë të obliguara të zbatojnë
në praktik, dhe me thonë, ta përdorin, ta zbatojnë në të gjithë këtë në procedurat e tyre të cilat gjithë udhëheqin ata edhe gjuhën e qytetarëve cilën e flasin 20%. Pra është zyrtare. Si pas detyrës zyrtare, vetë institucionet e kanë obligim të zbatojnë gjuhën shqipe edhe në praktik, në punën e tyre, këtë detyron ligji. Pra është zyrtare dhe çdo herë që ngritet pluri se a është apo nuk është, bëhet për politikë të ullët ditore. Vetë ligji e përmend në shumë dispozita se gjuhë zyrtare është edhe gjuha 20% shqip. Jo vetëm në INEN, në shumicën e neneve. Do me thonë, institucionet pa tjetër e kanë në procedurat e tyre, ato cilat ato i zhvilluan, do me thonë, gjitha procedurat e veta, ta zhvilluan po ashtu edhe në gjuhën e 20%, do me thonë, në gjuhën shqipe. Edhe kjo është një drejt që është në disa herë është përsëritur në ligj, o riformuluar dhe nuk duhet ngritur dilema. Dakor. Megjithatë, ju e përmendët qysh në hyrje se institucioni kryesor përgjegjës e kompetent për këtë çështje është Ministria e Drejtësisë. Presionit publik, revolta studentore dhe unifikimi i studentëve shqiptarë në gjitha universitetet shqiptare ka ndikuar që ky institucion pra mos qëndroj i heshur kundrejt kësaj iniciative, po t'jap një përgjigje krejtësisht në kundërshtim me atë që është në kërkesë bazike. Tani e lësë regji, materiali numër 2, reagimin nga Ministria e Drejtësisë ndaj kësaj iniciative. Ministria e Drejtësisë ka refuzuar kërkesën e 385 studentëve shqiptar, të cilët duan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Nga Ministria e Drejtësisë vlerësojnë se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Në një përgjigje të gjatë në të cilën gjen shumë nene dhe ligje të cituara nga Ministria, thonë se gjuha shqipe dhe alfabeti saj janë zyrtar, por deklarojnë se ligji për provimin e jurisprudencës nuk përmban dispozita për dhënien e provimit të jurisprudencës në një gjuhë tjetër përveç gjuhës maqedonase. Zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve nuk mund të shqyrtohet në mënyrë të izoluar, por në korelacion me rregulloret e tjera relevante, edhe atë me ligjin për avokatin, ligjin për gjykatat, ligjin për prokurorinë publike, ligjin për përmbarim dhe ligjin për noterinë si tërësi. Përkatësisht, provimi i jurisprudencës është parakusht themelor për të hyrë në profesione të ndryshme në sistemin e gjyqësorit e me këtë rast nga natyra dhe qëllimi i këtyre profesioneve buron edhe nevoja e njohjes aktive të gjuhës maqedonase, si gjuhë zyrtare në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga ky dikaster thonë se për të bërë gjykatës, prokuror, avokat e për të ushtruar profesionet të tjera që lidhen me juridikun, duhet me patjetër të njohësh në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Një nga kushtet për zgjedhjen e gjyqtarit është që personi të zotërojë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, në përputhje me nenin 61 të ligjit për prokurorinë publike. Për prokuror publik mund të emërohet gjëgjësisht të zgjidhet një person i cili e zotëron në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Për çështjen e provimit shqip të jurisprudencës ka reaguar sot edhe ambasadori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Denion Mejdani, duke deklaruar se kërkesa e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale është pjesë e një debati më të gjerë për zbatim praktik të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionim efektiv të institucioneve. Kujtojmë se përgjigjja e Ministrisë së Drejtësisë vjen një javë pasi studentët shqiptar kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Këtë kërkesë studentët e mbështetën në një peticion të nënshkruar nga 385 student nga universitetet të ndryshme të fakulteteve juridike. Tani profesore, dëgjuam edhe reagimin e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe nëse vendimet të caktuara nga Ministria e Drejtësisë merren nga vullneti i lirë i Ministrit të Drejtësisë, kushdo qoftë në krye të këtij institucioni, a mund akoma t'i quajmë të drejta? Sepse në reagim, mes tjerash, fokusi kryesor ishte që studentët shqiptarë t'i nënshtrohen provimit të jurisprudencës në gjuhën maqedonase për shkak të dëshmimit të njohjes aktive të kësaj gjuhe, pra gjuhës maqedonase. A ka bazë kjo? Jo, do të them, për arsye pse, sepse dhënia e provimit shqiptar të jurisprudencës në radhë të parë çka është? Vetë ligji i provimit të jurisprudencës thotë se ky provim organizohet
për të testu, për të kualifiku edhe njerë aftësit e studentit që i ka marrë në studimet e veta të drejtësisë, qoftë 4 vjetë, qoftë me Bolonjën 300 kredit. Do me thonë, vetë provimi ka këtë qëllim të testoj studentin që e ka arrit, a ka një urit e nevojshme të juristit ose jo. E tash, shënis, ku a logika, ti studentin i ka kry studimet, kretë provimit i ka dhënë në gjuhën e vete Shqipe, dhe ti testin e përverson për në gjuhën maqedonishte. Ai mund të jetë studenti i shkëlqyer shembullor, po për shkak gjuhës që një materien, se provimi ka këtë qëllim të shohë aspektin profesional, jo gjyqësor. Studentit a e zotron profesionin e juristit ose jo. Ti ai mund të jetë shembullor kretveçe në gjuhën shqipe, ka kryer sepse studimet i ka kryer në gjuhën shqipe, ti e teston atë, i kualifikon, e vlerëson edhe një gjuhën maqedone dhe mund të cënosh, të humbish kretë të rëzosh në provim. Ku është logjika e kësaj pune? Një. E dyta, deklarimi i ministrit Filkov se dhënia e gjuhës maqedone aftëson në prokurori, në gjykata të ushtruar. Në avokati, po. Nuk qëndron plotësisht. Ajo patjetër duhet të dinë të dy gjuhët edhe maqedonisht edhe shqiptarisht mirë se ardhur, por shihni ne do të shohim kemi edhe zoti Filkov, duhet të ketë parasysh edhe një segment se ligji i gjuhës shqipe po ashtu abedin një të drejtën e zbatimit të gjuhës shqipe si tash në gjitha institucionet e pushtetit shtetëror. Përfshi gjykatat, përfshi prokurorin, përfshi administratën, të gjitha madje edhe të gjitha procedurat, të cilat i zhvillojnë këta institucione, që një ligji ku jep të drejtën e zbatimit të gjuhës shqipe, si do të mund të ta zbatosh ligjin, nëse ti vetëm i kualifikon kandidatët juristët vetëm në gjuhën maqedone. Shqipni, nëse është një kërkesë që në maqedonisht do të aftësohen ato më mirë, po ashtu është edhe kërkesë kjo, ligji që ne garanton të drejtën tonë institucionet e shtetit, prokurori, gjykata, administrat, procedurat cilat në një ligji të zbatohen ne edhe në gjuhën shqipe, ato duhet të kenë një uri bazike edhe në gjuhën shqipe. Shqipni, bindesh këtë çështje. Prandaj ato çështje janë paralel. Do të thonë, Po pse mos shkohet edhe me një sistem konvencional, për shembull për vlerësim gjuhësor, le të bëhet një provim sa i përket vlerësimit nivelit të gjuhës maqedonase dhe pastaj veçmas provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Ajo është çështje tjetër, ajo është çështje e cila mund të sepse ju sigurisht që nga fillimi e sqaruat që ky provim teston dhe filtron vetëm dijet profesionale që lidhen me drejtësinë. Pikërisht edhe vetë provimi i jurisprudencës është provim profesional, që parashet dikun 7 provime, janë provime të fushës profesionale, që të bëjnë një jurist me integritet të juristit, dhe aty ka lëndët profesionale, ajtë të teston vetëm profesionalisht. Prandaj, kjo është absurd e cilet është si kusht. Kushti i gjuhës maqedone, ata mund të rrëzoj edhe studentët më të mirë në provim. Sepse, për fatë këtë tash, kemi një situatë në ku shumica e studentëve tanë kemi artë në më shumë dinë anglisht se sa gjuhët nacionale të vendit edhe dhe kjo është pak një. Kjo mbase është edhe debat në vete. Nuk do ta diskutuam, po. Megjithatë, që nga fillimi që u hap kjo çështje, sa i përket kësaj kërkese dhe iniciative studentore, sigurisht që përfaqësuesit politik shqiptar menjëherë filluan me akuza dhe kundër akuza ndaj njëra tjetrës, se është gjuha zyrtare ose nuk është, po megjithatë në mesin e këtij debati derisa hidheshin akuza nga njëra palë drejt palës tjetër, kryeministri i vendit doli me një prononcim publik që pasaj ndryshoi komplet rrjedhjat e këtij procesi ose kësaj çështje në fjalë. Regjia, nëse është materiali numër 3 gati, deklarata e kryeministrit të vendit? Po не гледам тука зашто да не се полага. Законот за јазици е јасен во случајов, доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Dëgjua më herët deklaratën e Ministrisë së Drejtësisë pra ministri Filikov sa i përket kësaj çështje. Tani dëgjuam edhe deklaratën e kryeministrit të vendit për këtë çështje. Në anën tjetër kemi një kërkesë të artikuluar dhe të unifikuar nga studentët shqiptar. Në këtë mes, në këtë përplasje mes kryeministrit dhe ministrit që kanë dy mendime kundërthënëse dhe kontradiktore, ku ndodhet faktori politik shqiptar? Tash Abedino nuk do të hyj në këtë aspekt, domethënë se
unë jam njeri i pavarur edhe unë vetëm du të thirrem në përgjithësi të individëve, të funksionerëve, të barzëve të funksioneve publike që kanë qenë në raport me ligjin. Edhe mund me plot drejt të referohem ministrave shqiptar që kanë qenë deri më herët pushtetin e kaluar. Atyre u bi bara e përgjithësisë, nuk duhet merren tash me absolutisht, aspektin politik. ju keni mënyrën Unë tuaj vetëm si thirrem në përgjigjen përgjithësi të ligjit dhe ministrat shqiptar të cilat kanë pas plotësisht të drejtë ti referohen ligjit përdorimit të gjuhëve, pra të gjuhës shqipe, se edhe vetë ligji definon ligjit gjuhës shqipe, se ka pas bazë juridike për të organizuar provimin. Edhe kjo ka qenë në kompetencë të pastër të Ministrit Drejtësisë. Dakor. Ministri i Drejtësisë ka program, ligji parashep program, mund të sjell program për të organizuar këtë procedurën dhe një provimit. Mirë po në këtë edhe moment aty në procedurën, në programin e organizimit për të thirrështe lirisht në ligjin e përdorimit të gjuhëve dhe të organizonte në gjuhën shqipe. Shumë e thjeshtë për të arritur. 7 profesor, ne kemi 2-3 universitete shqiptare, kemi profesor kompetent gjitha landet përkatëse që i pranon i një ligji provimi i jurisprudencës dhe ka mund plotësisht një çështje shumë e thjeshtë. 2 komisione, një komision për studentët gjuhën maqedone dhe një komision në gjuhën shqipe. Madje duhet të them, për dallim pajtohen plotësisht me kryeministin, kur pranon faktin se kjo çështje ka mbështetje në ligj, vetëm duhet të them ose me kryeministin nuk pajtohen në faktin se kjo të bëhet me kërkesë të vetë studentëve. Jo. Ky rast, kjo është detyrim ex officio. Domethënë është detyrim drejt për drejt i vetë institucionit si pas detyrës zyrtare vejet, pa kërkesë studentit të organizojë procedurën në 2 gjuhë të dhënjes provimit, edhe maqedonisht, edhe shqip. Kështu e detyron ligji. Edhe nuk ka nevojë studentit ta kërkoj një të drejtë që e meriton dhe ka të garantuar. Është plotësisht e qartë këtë çështje. Mirë, po megjithatë ju vazhdimisht thirreni në ish ministra shqiptar që kanë udhëhequr me dikastër. Po tani në përgjithësi që kanë raport me ligjin. Përgjithësitë institucionale që është krejtësisht legjitime. Mirë, po tani jemi në një momentum tjetër politik, zoti Maksuti. Tani për momentin shqiptarët nuk kanë një ministër të drejtësisë, por përkundër faktit që mungon një ministër shqiptar në drejtësi, shqiptarët gëzojnë 2 drejtorë në 2 drejtori që janë përgjegjëse ose kujdestar të zbatimit të gjuhës shqipe. Fjala është për Agjencinë për zbatimin e gjuhës dhe Inspektoratin për përdorimin e gjuhëve. Këto 2 institucione, fati këtyre 2 institucioneve ku ndodhet sot, zoti Maksuti? Mu më vjen keq se ne edhe ashtu më herët kemi pas agencion, kemi ende për zbatimin e gjuhës, madje edhe inspektoriat është themelu për zbatimin e gjuhës praktik, dhe nuk ishim të kënaqur, unë për vete as pak, edhe atëherë më herët, por tash disi edhe shumë më keq që kemi gjendjen, duhet të pranojmë një fakt real. Se këto 2 institucione kanë dështuar, edhe ç'është më e keqja. Inspektoriati e ka humbur krejt kompetencat, ka ra krejt në hijen e Ministrisë Drejtësisë, ka qenë si subjekt i pavarur, tash është fut krejtësisht si person juridik i pavarur, tash është fut krejt nën kuadër të Ministrisë të Drejtësisë dhe shoh sa që gjendja shumë keq, domethënë, as punojnë ata inspektorët, as marrin paga, ajo krejtësisht ka ra është vë jo efikas. Edhe shikoni, domethënë, kjo më mërzit dhe në një mënyrë kuptoj sikur po orkestrohet një strategji kundër gjuhës shqipe në këtë vend. Shihni, domethënë, po mbyllen gjitha shtigjet që ajo të gjejë implementimin e saj të plot gjithmonë sipas ligjit. Edhe kjo është një brenke ime tjetër që ne si shqiptarë, domethënë, duhet ta ngrisim zërin. Në radhë të parë këtu fajin e kemi ne shqiptarët, sepse në shumicën e rasteve edhe e qek ne ku kemi qenë kompetent nuk kemi arrit të quajmë zbatimin e gjuhës shqipe aq sa thuat ligji. Edhe tani të kërkojmë edhe përgjegjësitë ke pala tjetër që padyshim duhet ta bëjmë edhe atë çështje. Pra, vlerësoni se për këtë çështje, saktësisht për kërkesën e studentëve sa i përket provimit të jurisprudencës, sepse kërkesa ishte dërguar edhe te kryetari i kuvendit, edhe tek në qeveri, po saktësisht edhe tek këto 2 institucionet konkrete që i përmendëm, pra në agjenci dhe në inspektorat. Dhe në këtë momentum, ku mungon një ministër i drejtësisë, gjuha shqipe nuk po zbatohet, pra sipas jush, inspektorati dhe agjencia për zbatimin e gjuhëve kanë dështuar, prandaj edhe nuk kanë se si të reagojnë ose të kryen punën që duhet ta bënë. Qeni, gjuha shqipe nuk është e lehtë për të zbatuar, kur themon institucionet, agjencia, inspektoriati, po, ata e barën kryesore me ligj. Po ma në përgjithësi, kjo nuk ka problemi vetëm të ata. është problemi të klima politike në përgjithësi, të mos pasja vullnetit
të institucioneve, në radhë parë të vullnetit politik për të zbatuar gjuhën shqipe. Kjo ka qenë edhe të elitat politike më herët, të strukturat politike më herët, po edhe sot e kësaj dite, që mos pasja e guximit që vërtet të hyjmë realizimit të gjuhës shqipe në praktikë. Madje do të thonë edhe vetë në shqiptarët cilit jemi në për institucione. A që ku ne jemi kret pinë pari deri në fund e shqiptar, ne e kemi neglizhuar këtë çështje, do të thonë, nuk kemi qas me seriozitet ta zbatojmë gjuhën shqipe. Profesor, për ta rrëmbullaksuar diskutimin sa i përket provimit të jurisprudencës. Deklarata e kryeministrit a e zgjidh këtë problematikë, sipas jush, a jeni optimist që edhe studentët tuaj, juristët e ardhshëm, do t'i nënshtrojnë këtij provimin e gjuhës shqipe dhe sa i përket përgjegjësisë edhe morale, por edhe ligjore të ministrit aktual të drejtësisë. A do duhet të jepte më e pakta mbas edhe dorëheqje sipas jush ministri i drejtësisë kundrejt asaj që kryeministri konstaton që ka bërë shkelje ligjore, në fakt nuk po e zbaton të drejtë të garantuar me ligj? Unë do të kërkoja që përshëndes edhe një herë deklaratën e kryeministrit dhe shpresoj se pas kësaj deklarate institucioni dëra Ministria e Drejtësisë më njëherë kjo do hapi efekt. Ministri në momentin e parë dhe në kohën sa më të shpejt, ai do të bëjë një program të re, do të parashofej, domethënë, edhe organizimin e gjuhës shqipe, një komision të veçantë dhe do të fillojë që të organizohet dhënia e provimit edhe në gjuhën shqipe. Besoj se shumë shpejt Ministria e Drejtësisë do të reflektojë pas deklaratës së kryeministrit dhe do arrihet përfundimisht. Po madje dua të kërkoj se kjo dhënia e provimit të jurisprudencës nuk duhet ta vedin të kërkohet vetëm ke Ministria e Drejtësisë, ne kemi edhe institucione tjera që kërkohet po ashtu të jepen licenca, kërkohet të jepen certifikata të ndryshme, pra të jepen në shumë institucione të këta profesione të rregulluara të jepen domethënë provime profesionale, provime shtetërore që shumica e tyre jepen në gjuhën maqedone. Të gjitha situatat është mirë që gjuha shqipe të vlej edhe në institucionet qera gjithkund ku ka, domethënë, profesionet rregulluara që është kusht të japin provimin shtetëror, si provim profesional, pra e përsëris edhe një herë, të ndikohet, të intervenohet edhe aqe të rregullohet provimi të jepet në gjuhën shqipe, sepse ligji është ai i cili e mundson. Dakor. Tani për të kaluar në pjesën e dytë të diskutimit, atë që informuam pra qysh në fillim, se do të diskutojmë edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përpilimin e këtij ligjit, në grupin punues ishit edhe ju antar. Mirë po më vonë, hoqët dorë nga ky grup punues dhe në mënyrë publike artikuluat 4 pikat kryesore që ju shtyen dhe që në fakt shkaktuan mos pajtueshmëri mes jush dhe antarëve tjerë të këtij grupit punues. Ku theksen apo fokusin kryesore keni vendosur tek mungesa e sanksioneve të parapara në mungesë të zbatimit të këtij ligji që është në proces në ardhje. Mirë, fillimisht e lusë regjin materialin numër 4 për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që pastaj të rikthehemi për të vazhduar diskutimin. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka marrë vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venecias, duke konfirmuar se ai është plotësisht në përputhje me standardet europiane dhe vlerat demokratike. Lajmi u bë i ditur nga kabineti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë Arben Fetai, i cili kryeson delegacionin e qeverisë, së bashku me profesorët e së drejtës kushtetuese, profesor doktor Tanja Karakamisheva Jovanovska dhe profesor doktor Jeton Shasivari. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat po bëhet realitet 24 vite pas marrëveshjes së Ohrit. Vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venecias. Punë, jo futboll në zyrat e shtetit, ka shkruar Fetai në rrjetin social Facebook. Komisioni i Venecias pranoi draft versionin e ligjit në muajin korrik, pasi qeveria kërkoi mendimin e tij për të vlerësuar përputhshmërinë e ligjit me parimet demokratike dhe të drejtat themelore. Drafti i ligjit u përgatit nga qeveria në qershor, rreth një viti pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi mekanizmin e njohur si balancuesi, në bazë të cilit institucionet publike ishin të obliguara të kryenin punësime sipas përfaqësimit etnik në administratë. Profesore, përmenda para se ta lëshojmë materialin që ju ishit antari këtij grupit punues. Çfarë ndodhi
që me vazhdimin e këtij rrugtimi ju hoqët dorë nga ky grup punues. Ku ndodhen mos pajtimet, ku ishin mos pajtimet e juaja me anëtarët tjerë të këtij grupit punues në përpilimin e ligjit për përfaqësim drejt dhe adekuat, të cilën tani pushteti aktual thotë që është një arritje historike për shqiptarët. Unë kom qenë vetë pjesë e grupit punues, si që theksuat edhe ju, ne 6 muaj përpiqem aty. Disa versione kemi pas të ligjit se si ta rregullojmë çështjen e përfaqësimit adekuat dhe drejt, dhe më besoni ka qenë një çështje shumë e vështirë. Po edhe në fund unë detyrova të dalë me qëndrimet e mia se nuk pajtohem me një ligj të tillë, me një ligj i cili tashmë ka shkuar në qeveri dhe pritet të hyjë në dyert e parlamentit, të hyjë në procedurën parlamentare, po përpara se të hyjë në procedurën parlamentare, ligji u dërgua edhe në Komisionin e Venecias. Ne tashmë dimë të gjithë se Komisioni i Venecias ka një trup i Komisionit e Evropës i cili është monitorat, po. I cili është ndihmë, domethënë për gjitha Këshilla juridike komuniste të japin ndihmë në përpilimin e legjislacionit, në harmoni me legjislacionin evropian. Dhe shihni, ligji vregjet e mia pse nuk vetohem me grupin punues, konsiston atë se ky ligj nuk ka sankcion. Shihni, ç'është edhe më e keqja. Si mund një ligja normë juridike, si mund një ligj mos ketë sankcion, kur vetë ligji definohet normë juridike, në që s'mund ta imagjinosh. A dini ç'është më e keqja? Ne në fillim prej palës tjetër kemi pas jo ligj, po ofroheshte versione që të kemi rezolutë, këtë çështje të bëjmë një rezolutë edhe ta rregullojmë me rezolutë. Shumë do të thonë, faktikisht në fillim insistoheshe të kemi jo ligj, po rezolutë, dhe menzjet e kaluam ne si grup punues të sillim ligj. Jo, për ta qartësuar këtu sepse publiku është i njoftuar kështu, me shfuqizimin e balancuesit do të vijë një ligj që do ta zëvendësoj balancuese. Nuk kemi dëgjuar më herët sepse ka pasur propozime që kjo çështje të rregullohet edhe me rezolutë. Fillimi ishte tendenca ofruar aty në grupin punues që ta rregullojmë këtë çështje me rezolutë. Kush e ofroi? Pala tjetër, gjithmonë pala Maqedonin. E dini tash publiku që e transmetuar kush. Zonja Karakamisheva, po, që është anëtare e këtij grupi. Dhe ne pala shqiptare, dhe thamë se ligja, vetë natyra ligjit të pala Maqedone, pala shqiptare, se diskutohet për drejtet e bashkësive. Sigurisht. Qytetarëve që janë pjesëtarë bashkësive. Ne nuk u pajtuam, si do pajtohemi vetë, pse nuk u pajtuam se rezoluta është akt, ma tepër me karakter politik, ka një që shpreh një qëndrim politik, domethënë ka karakter afirmativ. Thot njeh të drejtën e përfaqësimit, jenë për të afirmuar drejta përfaqësohen bashkësitë në rezolucione, edhe nuk shohin për te. Ai nuk ka sankcion, nuk ka fuqi detyruese rezoluta. Shpreh një qëndrim politik për një çështje afirmativ, pozitiv se jemi, por nuk ka mekanizma detyrues që patjetër ti ta zbatosh përfaqësimin në praktikë. Të jetësosh vlerën kushtetuese. Shihni, përfaqësimi adekuat dhe drejt është vlerë e kushtetutës. Çka është vlera e kushtetutës? Është normë bazike në kushtetutë e cila është më e fuqishme se gjitha normat tjera. I udhëzon të gjitha rregullat, normat tjera të mbështeten të referohen kësaj norme vlerës, si një nga vlerat themelore të rendit kushtetues. Ky draft, ky propozim, ai plotson kushtet bazike juridike për të qenë një ligj në praktikë. Pikërisht kjo është problemi të Abedin. Pikërisht edhe nuk u vetova për arsye se ky ligj në radhë pa nuk përmban sankcion, nuk paraqet masë detyruese, shtrënguese që institucionet publike të zbatojnë përfaqësimin adekuat. Ta qartësojmë, ju kërkuat, dakor, të mbesim te kjo një, ju kërkuat sanksione brenda ligjit, sanksione nuk u vendosën. Kush kundërshtoi? Tash kush kundërshtoi pala tjetër, kuptohet se. Po ju zoti Maksut sqaruat sepse kryesuesi i këtij grupi punues ishte zoti Fetaj, pjesë e grupit punuesit që ishit ju dhe zoti Shasivari. Tani kishit përballë vetëm zonën Karakamisheva. Jo, nuk ishte. A nuk arritët ta bini? Ata në detaje mos i kërkoni, ne ishim grup me dy palë. Pala do thon pala e shqiptarëve ishte kryesantar Arben Fetaj, ishte Izet Mexhiti, ishte Jeton Shasivari dhe Mersi Maksuti. Në palën tjetër ishte Tanja Karakamisheva, ishte Aleksandr Spasov, edhe Denis Preshova. Ne kishim pozicione të kundërta gjithmonë. Dhe në fund, po arritu ideja, por pa mbështetjen time. Unë dola e publikisht edhe kundërshtova për arsye se ky ligj nuk garanton
nuk na jep besim se nesër do zbatohet kjo e drejtë e shqiptarëve në institucionet ato të përfaqësohen drejt në mënyrë proporcionale, adekuate, siç thotë kushtetuta. Domethënë për arsye se nuk ka sankcion. Kjo ishte një vrejtje e parë. Si mund të zbatohet një ligj, i cili nuk parasheh dënime? E kemi qartë. Përderisa në anën tjetër ne kemi ligjet që parashofin dënime drakonike dhe në praktik ato nuk realizohen, nuk arrin të zbatohen asesi. Ne kemi ligjin e gjuhës shqipe, i cili parasheh edhe sankcion, edhe institucione përkatëse që do të zbatohen drejt për drejt, do merren me zbatimin e gjuhës shqipe, ja si e kemi gjendjen. Po paramendo një ligj i cili nuk parasheh asesi, sankcion, detyrim për gjuhën, për këtë përfaqësimin e drejtë adekuat. Kjo ishte vërejtja ime bazike. Vërejtja tjetër, e cila ishte në ligj, ishte çështja e profesionalizmit. Shihni, ligji në shumicën e neve ti jepte përparësi me rastin e punësimit të kandidatëve në konkurse, domethënë publike, në administratë, në institucionet publike, jepte përparësi meritokracisë. Edhe kjo binte thekë duke i hapta se në emën të profesionalizmit ne do goditemi punësimi shqiptarëve si pjesëtar, punësimi kandidatëve shqiptar si pjesëtarë në kolektivitetin e institucionet publike të shtetit. Domethënë, në emën të profesionalizmit ne e goditeshim. Edhe këtu, edhe unë isha disi skeptik gjatë gjithë kohës se kjo mund të rrezikojë. Parimi i profesionalizmit rrezikonte përfaqësimin adekuat dhe drejt, dhe se kjo binte ndesh me këtë fakt. Edhe kjo ishte vërejtja ime bazike të cilat ishte në ligj, dhe vërejtja tjetër ime ishte se ligji për përfaqësimin adekuat dhe të drejt nuk parashifte mekanizma adekuat, institucione serioze për implementimin e tij në praktikë. Ne formuam një trup, ligji parasheh një trup qeveritar, po, do ta diskutojmë edhe këtë, po. Tani, jo, ajo çka është e rëndësishme edhe për publikun, sepse pra në nenin 6 të këtij ligjit, dispozita e dytë parasheh deklarimi i përkatësisë etnike në bazë vullnetare. Do të thotë vullnetarisht, në momentin që nëse do të hyjë ky ligj në fuqi, nuk e dim nëse do të kalojë në kuvent, nëse hyn në fuqi, atëherë në këtë propozim ligj është paraparë që deklarimi i përkatësisë etnike bëhet në bazë vullnetare. A është kjo një hapësirë e qartë për keqpërdorim të këtij ligjit, sepse arsyetimi kryesor për shfuqizimin e balancuesit ishte deklarimi i përkatësisë etnike me një deklaratë tek noteri që është bërë shpeshherë keqpërdorur, deklarimi i rrënjshëm është bërë për tu zënë vendet e ndryshme punës që i kanë takuar në bazë këtij mekanizmi balancues që ka qenë. Por, tani në këtë drejtim kur edhe në nenën 6, pra në dispozitën e 2 të këtij ligji, të këtij propozim ligjit, shihet që deklarimi i përkatësisë etnike mos të jetë i detyrueshëm. Pse ka ndodhur kjo dhe çfarë zbrasira mund të krijojë në praktikë në zbatim ky ligj? Shihni, kjo ka erdhur si rezultat se gjykata kushtetuese më herët, abidim para një viti, solli një vendim në cilin qytetarët në konkurset publike nuk guxon shteti të imponojë deklarimin e tyre të përkatësisë. Në mars të vitit 2025, po. Kjo ishte, domethënë, ky vendim i gjykatës, i cili ndalon institucionet, konkurset publike të detyruan kandidatët të shprehin përkatësinë, të deklarojnë përkatësinë etnike, neve na paraqiste realisht barrën kryesore në përpilimin e ligjit. Sepse ne nuk kishim se si ta masim përfaqësimi sa duhet, si mund të jetë brenda institucionet. Për arsye se ne nuk e kishim mënyrën se si ta masim kush është shqiptar, sa janë shqiptar, sa të bashkive tjera, dhe realisht neve na paraqiste ky problem. Por përkundër kësaj, ligjvënësi, pra ne si grupi NYS duhet të gjejmë një mekanizëm e cila do ta tejkalonte këtë situatë. Vendimi i gjykatës, vërtet gjykata kushtetuese mor një vendim për bindjen time, nuk i duhet fare të marrë një vendim të tillë, po ai e solli një vendim të tillë, por dua të them se gjykata kushtetuese ajo vlerëson ligjet sa janë përputhje me kushtetutën ose jo, por gjykata kushtetuese neve çikni nuk mund të na ndikonte se çfarë ligje do të sjellim. Gjykata kushtetuese, unë kam vërejtjen time se ne gjithkohon merreshim me vendimin e gjykatës kushtetuese që ishte padrejtësisht, për arsye se ne si grup NYS, si ligj nesër, si ligjvënës parlamenti i cili nuk duhet shumë të lodhet me vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese neve nuk mund ta diktojë
se si do të rregullojmë përfaqësimin adekuat dhe drejt. Kjo është kompetencë e Parlamentit. Parlamenti ka shumë mënyra tjera të realizojë vlerën ta realizojë të drejtën me kushtetutë që shqiptarët përfaqësohen në proporcionale, në mënyrë adekuate dhe të drejtë në institucione. Për ta pas më qartë kjo ishte drejtë ime që ne ishim si grup fokus, ishte si grup punës, shumë ishim të preokupuar me vendimin e gjykatës. Nëse deklarimi i përkatësisë etnike bëhet në bazë vullnetare, pra kush dëshiron tregon etninë e tij, kush nuk dëshiron nuk e tregon dhe kjo gjë nuk i obligohet. Si do ta di qytetarët dhe ne ta zëm në një institucion të caktuar, ta zëm Ministrinë e Drejtësisë, se sa shqiptar punojnë aty dhe sa maqedonas, sa turq, sa serb dhe kështu me radhë. Si do pa u ditur kjo gjë, si do të bëjë pasaj balancimi, sipas këtij ligji, sepse ju keni qenë antar i grupit punues dhe kur keni arritë kjo pikë që deklarimi i përkatësisë etnike të jetë në bazë vullnetare që ka ardhur si pasojë e gjykatës kushtetuese, por në praktikë si do të bëhej detektimi i personave që punojnë në një institucion të caktuar. Kjo ishte vetëm problemi kryesor, gjatë gjithë kohës, këtë e kishim, se si ne ta zbulojmë sa strukturën etnike brenda institucionit. Dhe aty në ligj është ofruar një zgjidhje në bazë të letërnjoftimeve. Edhe kjo ka qenë zgjidhja më e afërt e mundshme që ne të mund ta identifikojmë. Kjo ka qenë problemi. Po pavarësisht kësaj, ne domethënë si grup punues duhet të kemi mekanizma të tjera që do të garantonin në mënyrë tjetër të detyronim institucionet që vërtet të zbatojnë të drejtën e shqiptarëve ose të bashkive tjera që ata të përfaqësojnë institucionet publike në mënyrë adekuate dhe drejtë, ashtu siç thotë kushtetuta. Pra deklaratat e noterit në ligj janë zëvendësuar me letërnjoftime. Sepse kështu ka funksionuar me balancuesin. Me balancuesin ka funksionuar me deklarata noterit. Tani ju vlerësoni se këtë ligj e keni pasur një proces avancimi me anë të letërnjoftimit. Në një mënyrë nuk kishim ku të kapemi tjetër, por unë nuk e kam problemin vërejqen time të kjo. Kjo është s'kishim rrugë tjetër. Problemi është të vërejqe ime kryesore pse nuk ka sankcion. Dakor. Dhe shik tash abedikja me nësi, të ligji i gjuhës shqipe ka sankcion. Ligji i gjuhës maqedonisht ma gjeshe 5.000 euro dënim nëse institucionet nuk e zbatojnë. Gjajshëm edhe inspektorati ka të drejtë të sankcion. Gjitha ligjet tjera kanë sankcion. Si mund është të zbatosh në jetë, realizosh një ligj i cili s'ka sankcion. Madje, me që ne e kishim problem, vendimin e gjykatës kushtetuese, ku ne nuk mund sakt të detyrojmë njerëzit të paraqiten dhe të dinë sakt strukturën, atëherë unë do të doja që sankcionit mund të jetë edhe i natyrës politike. Cili do të jetë? Drejtuesi i institucionit, organit që drejton bartësi i funksionit publik, që e drejtora, ministra, çka do që, ai të përgjigjet politikisht. Ai në një mënyrë të gjejë mekanizma që të mund të ne e dim, që realisht ne e dim të gjithë cila struktura institucionit ju këtu ku punoni. Se cili e dim parafarsisht cila struktura etnike brenda. Edhe ai ta përcjelli si bartësi i funksionit, ministri drejtor, ai ta përcjelli në mënyrë përfaqësimin adekuat dhe të drejtë në institucionin e vet. Dhe të trupat organe tjera cila do të kujdesen, që ai do të dorëzojë raport pastaj dana se sa numri i përfaqësuesve, do të shifet parafarsisht sakt, parafarsisht po them, 1% 2 mund të ndryshojë ajo, sa e ka respektuar parimin e përfaqësimit drejt dhe adekuat. Nëse ai është larg përputhjes që ja kërkon ligji, hapet përgjegjësia politike dhe shkarkim nga detyra. Madje unë jam më shumë për këtë mas, për karakterit politik. Nëse secili, sepse te karakteri politik pastaj vjen pyetje besueshmëria e personave që janë aty dhe ata që e emërojnë nuk do t'i shkarkojnë. Megjithatë, ne po flasim për përmbajtjen e këtij ligji. Në nenin 9 është pak problem, vendimi i gjykatës sa problem ti të argumentosh me fakte juridike nesër se kjo struktura përkatëse, sepse ti nuk mund njerëzit të detyrojnë. Pse jo të ata mund deklarojnë ndryshe. Hapet debati për shfuqizimin e atij vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese. Ajo çështje tjetër që unë jam për hapjen për mirahapje të atij debati, ajo është çështje tjetër që jam pro. Në nenin 9 të këtij ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të hartuar nga ai grup punues që i pam, është parapar dhe kanë rënë në ujdi dhe janë pajtuar që të formohet një trup koordinues, pra një trup koordinues që do të përcaktohet nga qeveria, që do ta monitoroj zbatueshmërinë e këtij ligji në fjalë në praktikë. Pra, qeveria emëron një trup përcaktues
dhe ky trup përcaktues do duhet të jep raport tek qeveria për procesin se si është zbatuar ligji për përfaqësim dhe drejt adekuat. Sipas prizmit tuaj profesional, a ka pesh ky trup koordinues nëse emëron qeveria dhe duhet t'jap raport tek qeveria? Pikërisht kjo ishte vreqja ime tjetër, që ka të bëjë me ligjin rreth të trupit të qeverisë. Shqipni, me ligj, ky trup nuk ka kompetenca shtrënguese ndaj institucioneve tjera. Ky trup qeveritar, që aty është edhe avokati i popullit, është edhe komisioni për agjencia, po. Agjencia, ky ka o detyrim vetëm të mbledhë informacion për institucioneve përkatëse sa e kanë zbatuar përfaqësimin adekuat dhe nuk ka të drejtë të marrë masa ose para qeverisë të hapi raport, po qeveria ta shqyrtuar raportin dhe nuk është e parapam me ligj të marrë masa në përgjithësi institucionet përkatëse pse nuk e kanë zbatuar për ligjin për përfaqësim drejt. Vetëm ka karakter informacioni të marrit dhana për institucioneve tjera se sa e kanë zbatuar edhe aq mbaron. E drejta, kompetencat e këtij. Nuk shkon shtrohet çështja e përgjithësisë se pse e kanë zbatuar ose jo përfaqësimin adekuat dhe drejt. Tani dakor, ne për procesin e rrugtimit do duhet mbase po në interes të kohës sepse jemi afruar nga fundi, sepse edhe vetë procesi një herë kur erdhi ky ligj u paralajmërua që një herë do të ketë debat publik, e pasaj do dërgohet në kuvend nëse ka amandamente shtesë, pasaj në fund dërgohet në Komisionin e Venecias, mirë po rrugtimi i këtij ligji ndodhi mbrapsht sepse fillimisht të dërguar në Komisionin e Venecias, tani kur do të vijë në kuvend, nëse ka deputet cilët kanë amandamente shtesë për këtë ligj, a në kupton që do duhet sërish të shkojnë në Komisionin e Venecias? Gjeni tash shkoj ligji në Komisionin e Venecias dhe Komisioni e Venecias. Mirë, ka shkuar në momentin e duhur sepse pa pasur një debat publik, pa e parë deputetët ligjin, ka shkuar ky ligj, ky propozim, ky draft ligj ka shkuar në Komisionin e Venecias. Dhe tani kur kthehet sërish këtu, nëse deputetët nuk pajtohen me përmbajtjen e këtij ligjit, atëherë do duhet bëhen ndryshime në këtë përmbajtje. Dhe tani a do duhet sërish kthehet në Komisionin e Venecias ligjini? Kjo është qëndrim politik, shikni, nuk e kemi ne detyrim ligjet të çojmë në Komisionin e Venecias. Kjo është qëndrim politik për në raport me situatën politike që kemi këtu. Tash qeveria mori qëndrim e dërgojnë Komisionin e Venecias dhe qeveria dolse me pompozitet se Komisioni i Venecias e ka vlerësuar pozitiv. Por patë edhe vërejtje. Bukur. Por ato nuk e treguan krejt situatën, vetëm treguan aspektin pozitiv të mendimit të Komisionit Venecias. Se mendimi Komisioni ka dhënë mendim pozitiv. Po, Komisioni i Venecias ka dhënë mendim pozitiv për faktin se kjo çështje nuk ka qenë rregulluar, tash rregullohet me ligj. Kjo është këtë moment Komisioni i Venecias e vlerësoi pozitivisht. Por Komisioni i Venecias njëjtën kohë dha opinionin e vet se ky ligj duhet të rikthehet në parlament dhe se parlamenti duhet të rishofi edhe një herë 2-3 çështje brenda ligjit. Çështje të cilat vreqe do të themi ose rekomandime, Komisioni jep rekomandime, jep opinionin e vet, në cilat duhet të ndryshohet ligji. Dhe pikërisht Komisioni vetë sugjeron parlamentit i referohet që të shohë çështjen e llogaridhënies se ligji nuk jep llogaridhënie. Atë që keni pasur edhe ju si vërejtë që nga fillim. Një tjetër, Komisioni i Venecias jep rekomandim të shqyrtohet edhe një herë çështja e parimit të profesionalizmit dhe parimit të përfaqësimit adekuat. Domethënë, ku vin kjo shprehje? Përfaqësimi profesionalizmit dhe përfaqësimi adekuat dhe drejt. Mos po rrezikon, domethënë vetë fakti që Komisioni i Venecias sugjeron kuvendit, se kuvendi e nxjerr ligjin, ta shohë edhe një herë bëjmë një balancë më të mirë në ligj midis profesionalizmit, ai nuk është padyshim kundër profesionalizmit, por e ka pa Komisioni i Venecias në analizën vlerësimin e vet se për profesionalizmi rrezikon parimin e përfaqësimit të drejtë. Prandaj i kërkon edhe në këtë ditë të rishqyrtohet edhe një herë të shifet një balancë më e mirë, të rregullohet një balancë midis parimit profesionalizmit dhe përfaqësimit drejt dhe adekuat. Dhe një vreqe tjetër, që po ashtu është edhe vreqja ime, se Komisioni vetë sugjeron se mos vallë këto komisione që i parashel ligji për të zbatuar nesër në praktik, a janë të mjaftueshme, a janë të drejta, a garantojnë implementim zbatim të rishifet edhe një herë kjo çështje. Shihni domethënë, janë tre vreqe
serioze që edhe përmbajtësore. Tani ju deputet nuk jeni, mirë po nëse deputetet të kërkojnë konsulta juridike dhe këshilla juridike lidhe me këtë ligj, sepse jo secili deputet është edhe jurist. Çfarë do të sugjeroni? Duhet ta votojnë këtë ligj apo nuk duhet ta votojnë? Vetëm shkurt. Kjo si till asesi. Nuk duhet të kaloj. Kuptim pa u përmirësuar këto 3 vret që të ketë sankcion, të ketë institucione garant që të zbatojmë implementim përvacimit adekuat dhe drejt, asesi, asnjë kuptim. Dhe të rregullohet profesionalizmi, shihni, profesionalizmi po jo një profesionalizëm i cili në hapjet e konkursave publike 20 kandidat kret pranohen asnjë shqiptar. 30 kandidat pranohen 1, 2, 3 shqiptar. Dhe e keni pa cili është arsyetimi i institucioneve. Meritokracia. Shihni, domethënë atë që e kam sugjeruar me kohë gjatë gjithë kohës grupit punës, po del sot realitet gjithnjë çdo ditë më tepër. Në teren. Prandaj kjo çështje duhet të balancohet mirë drejt, edhe profesionalizmi të respektohet, po do respektohet edhe përfaqësimi i drejtë adekuat. Dakor. Ligji ka kushte të bazë, standarde, do të ketë fakultet, do të ketë pika të caktuara, do të ketë diplom, do të ketë notën mesatare. Sigurisht, ato janë kriteret të cilat kritere bazike të cilat. Sigurisht, ato pastaj le të respektohet më i miri te kandidatët e bashkësisë, që u takojnë vendeve të bashkësisë, aty brenda asaj janë për atë. Jo ç'është militant partijak a vedin, po do të çosh kandidatin më i mirë të shqiptarët, do të çosh kandidatin më i mirë të turqit. Po, të bëhet një filtrim që pasaj të ketë edhe cilësi në ofrimin e shërbimeve publike. Pikrisht, jo për një pik të rrëzosh asnjë kandidat shqiptar mos pranosh aty, kjo do të thënë pa pranueshme. Kjo është diskriminim. Aq më tepër objektiviteti, vlerësimi, ku mund t'i marrësh ato në intervju dhe dëgjosh 1000 arsye për të rrezuar në konkurset publike. Jemi krejt në fund, më 11 dhjetor të vitit 2024, gjykata kushtetuese kishte parapar një seancë ku parashihej abrogimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve. Mirë po, pati presion publik, opozita doli në protesta dhe ajo seancë u shtyre në një afat të pacaktuar kohor. Tani për ta përmbyllur këtë në fund, a rrezikohet ligji për përdorimin e gjuhëve nga gjykata kushtetuese? Shemi tash po duket vetëm sa më shkurt sepse jemi krejt në fund. Po duket se po, gjithë ato iniciativa që janë marrë nuk është marrë më shumë, kretë kanë synimin për të rrëzuar ligjin për përdorimin e gjuhëve. Argument tjetër që mbind është vetë dalja kryetarit Konstantinoski, kryetarit gjykatës, që ka dhënë gjitha sinjalet se ka vullnetin për të rrëzuar këtë ligj. Mas pari, kryetari gjykatës nuk guxon të prononcohet publikisht, të hapi qëndrimet e veta në një kuptim dhe kjo paraqet diktim për gjykatësit tjerë për mënyrën se si ata do votojnë. Kjo është gabim, paraqitjet publike shpeshta që i bonin. Në këtë mënyrë ai sugjeron të hipte kahje të qerive se si duhet të votojnë ligj, kjo është një gabim. Ai është i pari midis barabartëve dhe ai nuk guxon të dalë të prononcohet dhe deklaratat e atij të jesin presion për gjykatësit tjerë. Aty kjo është bindja ime është se pra sipas jush rrezikohet ky ligj. Unë mendoj se tendenca është, por shpresoj se nuk do të arrijnë të rrezikojnë për arsye se ne kemi aty edhe gjykatës shqiptar, madje ato kanë një të drejtë në bazë të një vendimi të para një viti që është sjell, që për dy çështje shumë të rëndësishme për marrëveshjen e presës dhe për ligjin e përdorimit të gjuhëve, gjykata nëse nuk është përbërje të plot, nuk mund të vendosë. Dhe pikërisht këtë shfrytzuan edhe munguan ata dhe prandaj u ne do të thonë të gjitha mekanizmat duhet të shfrytëzohen që mos ta lejohen. Unë një rastisht kam kërkuar që për këtë arsye të futet badenteri edhe në gjykatën kushtetuese si mekanizëm garantues i cili do të parandalojë degradimin e të drejtave ose heqen nga fuqia të ligjeve që rregullojnë avancojnë disa drejta të shqiptarëve. Dakor. Në këtë vend. Këtu ne duhet ta përmbyllim, përfundojmë këtë intervistë. Zoti Maksuti, faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shikues të nderuar që na ndoqët. Vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.